Të dashur shqiptar, unë jam shpresa juaj e fundit, e kontaktit me realitetin përpara se sa ju të humbni çdo lloj logjike njerëzore. Drejtori i arkeologjisë në Shqipëri ka deklaruar se kështjella e gjetur në Greshdan, në Dibër, është ndërtuar nga Konstantini i Madh dhe ai e thot këtë pa asnjë lloj dokumenti, të autorëve latin, të autorëve helen. E kanë nxjerrë nga mendja e tij. Pra, nuk ka asnjë lloj ndryshimi midis drejtorit të arkeologjisë dhe turbo-albanëve që i nxjerrin emrat e personazheve të Iliadës nga fjalët monosilabike të Shqipes. Është i njëjti qëndrim drejt shkencës. Dhe ai thotë që fjala Penestia, që është emri i Dibranëve, fisi më i madh i lirë, është fjalë shqipe, fjalë lire. Kur kjo fjalë vjen nga Penesteia, e krijuar nga Aristoteli në vitin 384 para erës sonë, atëherë ka lindur ai, domethënë 10 vjet më vonë, 374 para erës sonë, pra shekulli 4 para erës sonë, është krijuar fjala Penesteia. Para kësaj date nuk ekzistonte Penesteia, prandaj nuk ekzistonte Penestia. Ky emër. Pra, Dibra është pushtuar nga fise helene. E gjitha, edhe Maqedonia, Panonia, Dalmacia, kudo janë emra helen. Por helenët thonë që këtu kanë banuar popuj më të lashtë. Popuj që ato i quajnë Pellazg, me origjinë nga Azia e Vogël. Homeri i përshkruan këta popuj, e shkruanin gjuhën e tyre me shenja të mallkuara. Kështu i quan Homeri shenjat sumere. Këto janë fjalë rrokje të një gjuhe jo indoeuropiane që është përdorur nga hititët, tashmë këtë e dim, për të shkruar gjuhën e tyre me fjalë rrokje. Turbo-albanët e marrin këtë koncept në vitet 60 dhe që atëherë ka lindur ideja e gjuhës monosilabike të krijuar nga fjalët e Shqipes, por nuk është krijuar nga fjalët e Shqipes, por nga fjalë sumere në Irak. Dhe kjo ishte gjuhë aglutinative, si gjuha hungareze ose si gjuhët turke. Dhe janë përdorur fjalë rrokje sumere, shenjat me kunja, për të shkruar gjuhën hitite, dhe qytetërimi hitit nuk është shkatruar nga helenët, por sipas dokumenteve asiriane, perandoria hitite është shkatruar nga perandoria asiriane. Me dokumenta të lashta. Ata e thonë vetë, nuk janë helenët, nuk njiheshin helenët, nuk ishin krijuar popujt shqiptar dhe helenët hera akoma. Ka që lashtë është kjo periudhë. Ata njihnin vetëm hititët. Gjuha hitite është shumë e ngjashme me gjuhën shqipe. Për shembull, fjala mjekër në gjuhën e popujve baltik është smekra, por është shkruar në gjuhën hitite zamankur, mjekra. Por kjo shqiptoheshte smekra, sepse gjuha hitite shkruheshte me fjalë shkronja. Kështu që ajo që ne na duket si rrokje, zamankur, shqiptoheshte smankur. Këtë kanë zbuluar studiuesit e gjuhës hitite. Pra nuk duhet lexuar fjala siç shkruhet, sepse shkruhet me fjalë shkronja sumere, që kanë një bashkëtingëllore plus zanore. Nuk janë fjalë indoeuropiane dhe përdoren pra si shkronja alfabeti nga hititët, këto fjalë shkronja sumere. Prekëndej ka dalë ideja e çmendur e fjalëve monosilabike të Shqipes. Shqiptarët s'kan kuptuar gjë fare nga gjuha hitite. Pra, në anglisht këto quhen silent letters ose shkronja që nuk shqiptohen, vetëm shkruhen. Dhe kjo dallohet shumë kollaj në gjuhët e sotme. Gjuha anglishtes ka ndryshuar me shekuj dhe ka shumë fjalë që shkruhen ndryshe dhe shqiptohen ndryshe. Edhe fjalët hitite shkruheshin me fjalë shkronja sumere një rrokshe, por kishte zanore që nuk shqiptoheshin. Pra zamankur shqiptoheshte smankur, në shqip mjekër, të dashur shqiptar.
e pabesueshme. Është zbulim epokal, i papërsëritshëm. Ka disa fjalë hitite që janë kopje në gjuhën shqipe, por që nuk janë në gjuhën greke. Janë në gjuhët baltike dhe në shqip. Kjo është shumë rëndësishme sepse gjuha hitite është shkruar me fjalë shkronja sumere rreth viteve 1900 para erës sonë. Kaq e lashtë është gjuha hitite. Në dokumentat helene thuhet vërtet që emri i penestëve Dibran është Penestia, do thot skllavëria, sepse u skllavëruan nga helenët. Është e sigurt kjo. Dhe ne dim datën kur është bërë, pra në qoftë se Aristoteli ka shpikur këtë në shekullin e 4, atëherë kështjella në Greshdan është të paktën në shekullin e 4 para erës sonë, duke u nisur nga ditëlindja e Aristotelit. Logjika njerëzore. Pra në qoftë se ai e shpiku emrin Penestia dhe kjo u bë emri Penestia e penestëve Dibran, sklevrëve, të helenëve, atëherë kemi datën, ditëlindjen e Aristotelit. Logjikisht, të paktën kështjella e Greshdanit është jo e shekullit të 3 të erës sonë, por e shekullit të 4 para erës sonë. Dokumentet helene thonë është më e vjetër. Dokumentet helene thonë që kryeqyteti i Dibranëve quheshte Hyskana me h. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Inteligjenca kompjuterike thotë që kjo lidhet me fjalën e shiut, hyo, që do thotë i bie shi në gjuhën helene, dhe me fjalën hysia, që do thotë dosa e madhe, dosa e shiut. Kjo për arsyen se perëndia e shiut ishte perëndia e dosës, Plejadet, quheshin dërkucat e vegjël në qiell, yjet, që pinë sisën e dosës së madhe. Prandaj fjala dos në gjuhën helene është shoqëruar me fjalën shiu. Por dhe në shqip, fjala shi ka të njëjtën origjinë si fjala hyo në gjuhën helene dhe sus në gjuhën hitite, shiut i thonë. Shqipja është më afërt me gjuhën hitite sesa me gjuhën greke, zbulimi im, i jashtëzakonshëm. Dhe tani, gjuha shqipe është e paprekur. Fatmirësisht, nuk kemi patur shkrimtar shqiptar dhe ka mbetur e paprekur që nga viti 1900 para erës sonë deri në ditët e sotme ka fjalë të shqipes të pandryshuara. Fjala mjekër nuk është monosilabike, është fjalë hitite. Smankur, mjekër, është në gjuhën e vendeve baltike, smekra, mjekra. Pra nuk pi ujë teoria monosilabike, është e çmendur. Tani, gjë më e bukur është kjo. Vetë grekët në të gjitha dokumentet e tyre thonë që Hyskana është emër në numrin shumës. Ta Hyskana, i gjinis asnjanse në helenisht, por nuk është emër helen. Nuk e din a lidhet me fjalën e shiut. Ky është konkluzioni i gramatikanëve modern grek. Helenët e lashtë thonë nuk ka lidhje fare me gjuhën helene, kjo është gjuha pelazge lydiane. Lydianët, lykianët janë fise hitite që mbetën mbas shkatërimit të perandorisë hitite nga perandoria asyriane. Vazhduan të flisin gjuhë indo-europiane edhe për disa shekuj, më vonë atje erdhën helenët. Dhe regjistruan 2 qytete shumë të rëndësishme. Adana, që është dhe sot kësaj dite në Turqi, është emër hitit, i shkruar me fjalë shkronja sumere e gjetur. Ky qytet ka një moshë 1900 vjeçare para erës sonë dhe Tyana, qytet hitit, në të cilën është gjetur monumenti i perëndisë së detit, do ta shikoni këtë film në faqen time, për Tyanën, dhe mund të lidhet me fjalën Danai, me fjalën për ujin dhe për detin, me fjalën Don, që i thon ujit. Por ky është spekullim. Këto janë fjalë hitite, Adana, Tyana. Dhe emri i tretë hitit
në Shqipëri në Dibër është hyskana në numrin shumës. Ta hyskana. Emër neutër në shumës. Zbulimi im. Këtë se ka ditur asnjëri. Si e bërën këtë zbulim, duke parë dokumentet e Bizantit, ku thuhet që emrat Adana, Tyana dhe Hyskana kanë të njëjtën origjinë. Pra, për ata ishte diçka e njohur, është me origjinë hitite. E përsëris. Qytetërimi hitit daton, sipas izotopeve të karbonit, në vitet 1900 para erës sonë. Kaq mund të shtyhet në kohë kështjella e Greshdanit, sepse është ndërtuar me gurë ciklopik dhe këto gurë të mëdhej ciklopik janë në bazament, janë më të vjetër, mbi to janë vendosur gurë të tjerë në shekullin e 5 para erës sonë, pastaj janë vendosur gurë të tjerë në shekullin e 3 të erës sonë. Pra kështjella e Greshdanit ka 3 shtresa. Shtresa më e vjetër është shtresa hitite Hyskana. Ky është emri i kështjellës së Greshdanit, të dashur shqiptar. Greshdan është fjalë serbe. Të gjitha emrat e fshatrave në Dibër janë serb. Bullgar gjithashtu, që është një gjuhë slave, por emri lashtë i kështjellës së Greshdanit është Hyskana, emër i gjinisë asnjanse në shumës në helenisht që vjen nga gjuha hitite. Tani e kuptoni që unë jam shpresa juaj e fundit. Do t'i gjeni në internet vetë, qytetin Adana dhe qytetin Tyana janë në Turqi dhe sot e kësaj dite. Janë në muzeume fjalë shkronjat sumere të hititëve në këto dy qytete. Është e vërtetuar që Tyana është perëndia e detit. Do të kemi parasysh një gjë që në perandorinë hitite ka ndodhur shkrirja e dy kulturave. Urartian, që ishte një kulturë jo indo-europiane, dhe kultura hitite, u ndërthurë. Dhe në gjuhën hitite, shumica e fjalëve janë urartian. Nuk janë fare indo-europiane, vetëm fjalët e pjesëve të trupit, hëna, dielli, deti janë me origjinë indo-europiane. Një lloj si në gjuhën shqipe. Vetëm fjalori bazë është indo-europiane edhe në shqip. Por pjesa tjetër e gjuhës hitite është në shtresë e kulturës urartian, e cila është shumë e ngjashme si gjuhë me gjuhët e folura në Irakun e lashtë. Gjuhë aglutinative me fjalë rrokje, sumere, jo indo-europiane, jo shqipe. Pra harrojni teorinë e embriomorfemave, është e çmendur. Të marrësh fjalë sumere dhe t'i quash shqipe. Do t'jesh i marr komplet nga trut e kokës, i smur. Grekët thonë, këto janë qytete në Azinë e vogël, dhe janë dhe sot e kësaj dite. Adana, Tyana, por nuk është gjetur akoma dhe sot e kësaj dite qyteti Hyskana. Dhe këtë emër, Hyskana, drejtori i arkeologjisë me origjinë dibrane e shqipton Uskana. Për çfarë ndryshimi ka midis drejtorit të arkeologjisë me origjinë dibrane që ka mbaruar Universitetin Luigi Gurakuqi me turbo-albanët, njerëz të rrugës? Një minator është turbo-alban, që ati duken fjalët monosilabike si gur të vegjël që ndërtojnë një ndërtesë më të madhe. Kjo është ideja. Ideja e një njeriu të pakulturuar, gjysmë majmun. Ky është turbo-albani. Një gjysmë kafsh, gjysmë njeri që flet, thjesht shqip. Por nuk ka asnjë veti njerëzore. Mund të ketë diploma, mund të ketë mbaruar 100 universitete, është kafsh. S'kupton asgjë. Për fat keq, jemi kthyer në kafsh, edhe për shkak të regjimit komunist që na izoloi nga bota. 100% e shqiptarëve ishin kafsh, por kur u hapën kufit dhe një pjesë e shqiptarëve dolën jashtë shtetit,
edhe unë gjithashtu filluam të lexojmë fjalor të gjuhëve të tjera dhe zbuluam që ekziston qyteti Adana në Turqi, qyteti Tyana në Turqi dhe ekziston dhe një qytet tjetër Hyskana në Dibër, qytet hitit me mosh 1900 vjeçare para rëson, pra 4000 vjeçare. Drejtori e kronologjisë thotë që është nga shekulli i 3 i rëson. 4000 vjeçare është kultura hitite. Tani, hititët u përzun një pjesë e mirë tyre nga perandoria asiriane dhe hynë në Gadishullin Ilirik. Pra të gjithë të ardhur janë këtu. Përfshi dhe shqiptarët, edhe grekët. Ne nuk e dim kush kanë qenë indigjenët e parë në Shqipëri, por Hyskana është qytet hitit në Dibër. Këtë kemi marrë vesh sot për herë të parë, në vitin 2025. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Unë, të dashur shqiptar, jam shpresa juaj e fundit. Dokumentin për qytetin Hyskana do ta gjeni në Akademia Edu. Për sa kohë turbo-albanët nuk do ta mbyllin llogarinë time sepse ata ankohen. Nuk ka ditë që mua nuk më bëjnë presion, përfshi edhe njerëz të mi, nga turbo-albanët, që unë ta mbyll këtë stacion televiziv. Po do lindi një shqiptar tjetër, ndoshta një shekull më vonë, dhe do arrijë në të njëjtat përfundime, një njerëz zgjuar. A doni ta bëni këtë transformim tani, të ktheheni nga gjysmëkafsh në njeri, me ndihmën time, apo do prisni dhe një shekull tjetër kot, do ta humbisni? Ju vendosni. Në qoftë se ju doni të bëjmë një reset. Çfarë është reseti? Këtë ide ma ka dhënë një nga ndjekësat e mi. Kur kompjuteri ngarkohet shumë dhe bëhet i ngadalshëm si truri i njeriut, i fut një reset, do më thënë rindezje e kompjuterit. Dhe kjo është ideja e tij, që të rindizet e gjithë lëvizja kulturore në Shqipëri. Si një kompjuter, nga e para. Ose atë që bën njeriu gjithmonë, kur lodhet shumë, pas dite, i fut një gjumë, në gjumë spanjolle quhet siesta. Dhe zgjohesh nga gjumi, i çliruar, i çlodhur dhe mendon më mirë, më kthjellët. Pra, ne kemi fjetur gjumë që nga shekulli i 19 para erës son, kemi 4000 vjet që flem gjumë. Unë them të zgjohemi nga gjumi, kemi hapur vetëm një sy, ju kam hapur unë. Hapeni edhe tjetrin, të dy syt, fort, zgurdullojni mirë, shikoni që emri Hyskana, Adana, Tyana janë emrat të qyteteve pellazge në Azinë e Vogël. Homeri thot pellazgët e shkruan në gjuhën e tyre me shkronja të mallkuara, që janë këto fjalë shkronja sumere. Këta janë pellazgët, hititët. Dhe janë në Shqipëri emri pellazg Hyskana, i njëjtë me Adana, i njëjtë me Tyana, që s'kan asnjë lloj kuptimi as në shqip, por dhe as në greqisht, janë emra të kulturës hitite Hurartian nga Azia e Vogël. Kanë qenë në Dibër, ky është kryeqyteti i tyre, pra jo Uskana, po Hyskana, një lloj se Tyana, një lloj si Adana, emra në shumës. Sepse këto ishin koine, prandaj bashkësi. Janë gjithmonë në numrin shumës, edhe në Azinë e Vogël, edhe të gjitha qytetet ilire, janë në numrin shumës. Kjo është arsyeja. Quheshin bashkësi, koine, të dashur shqiptar, zbulimi im i papërsëritshëm që filloi me qytetin e Shkodrës, Skodrinon, e Shkodrave në numrin shumës, në helenisht,
Por kjo që ka edhe në gjuhët hitite në numër shumës, të gjitha qytetet. Këtë nuk e dinim. Kjo mësua sot nga unë për qytetin Hyskana, Adana, Tyana, qytete hitite. Në Dibër. A doni të bëheni njerëz? Unë jam shpresa juaj e fundit. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.